Profesor, çfarë po ndodh me ushqimet shqiptare? Shiko, jo se është fusha ime, jo se do shumë vend, pra mjafton një qytetar i përgjegjshëm e kupton që atë që kam thënë edhe me një diçka kështu si autodidakt, një mendim të pavarur, që përdoret një lloj përdoren shumë ushqime të gabuara. Ndërto kemi që futet me tonelata në Shqipëri, është pluri i qumshit, është vaj i palmës dhe margarina, ndoshta edhe tjera. Po edhe misi që u kap, misi 25 ton që u kapën. Imagjino sa mira ton, po edhe gruri që është miell që vjen nga shteti verior. Me probleme të mëdha me aflatoksinën gruri, me probleme të mëdha me lagështinë, me probleme të mëdha me proteinën. Nuk po e futem me vlerësimin cilësor tyre ti. Se e din vetë ata, gjë më thënë ti. Që gruri mos të myket, më ndjek gazetari i nderuar, që gruri mos të myket, illet një kalium një ingredient, një përbërës i caktuar kimik që të ruaj bukën që ti merr mos të myket. Po në fakt ai ingredienti është kancer i gjallë. Kalium bikromat një gjë e tillë. Po nuk ka rëndësi, ingredient që hidhet në bukë që mos të kalbet. Imagjino mielli që vjen ato që thash, lagështi, proteina, e kam thënë një herë tjetër. Atëherë u bën ballafaqimi i njeriu sa me miell, sa me këtë lëndën kanceroze. Imagjino me sheqerna industrial që kanë atë që quhet një lëndë kimike, aspartamus, që është në përqimçakiza, që është në për të mbërsira, që është një lloj sheqeri industrial, se nuk ekziston më sheqeri i kallamit dormik. Nuk ekziston më atë sheqeri i kallamit. Po një lloj sheqeri industrial që merret diku, s'ka rëndësi për mua, ku merret. Të lëndët këtu që jepet apo po ekziston një lloj vaj që i jep një porcion i caktuar, që i jep vajit të kikirikut, apo vajit të lule djeri, futja kot një lloj vaji që kemi ne, ose një vaj të si skeqje të udhirit, i jep një aromë shumë herë më të mirë se sa udhiri vetë, se sa udhiri më i mirë. Kancer edhe kjo ti. Pra u thanë 3-4 kancer dhe tash. U tha vaj palmës, që vjen jo nga fruti palm, po vjen nga bërthama e palmës, që do të thotë që vaji është acid, ky vaj palme. Vjen me 5 lek litri, ky vaj palme. Në vend se ta elli ai që do paguaj që ta elli, këtë vaj është mbetje, do paguaj diku ai, atje në Indokin, ai që e sjell. Dhe sa të paguaj atje, ja bleti, fiton 2 herë, një herë që do paguante për ta ellur, se është mbetje, edhe një herë paguhet sepse e merr dikush nga këta tanët dhe pasuron si përbërës vajin bashkë me një lëndë tjetër kanceroze që quhet margarinë, që e ka kile 1500 lek margarina, ndërkohë gjalpi e ka 12-14.000 lek. Imagjino që fitimi është kurrizë të shëndetit, që ky është fitimi mjedisor, që ai nuk zbaton kushtet mjedisore dhe fiton kurrizë të shëndetit të banorëve, të qytetarëve. Ky është fitimi. Do fitoj më pak nëse do zbatonte që jo vaj margarine, po jo përdorim margarinë, që është thjesht naftë, më bujë. Pyes, del nga produkt shtazor margarina? Kurse si? Produkt industrial, kancer i gjallë. Ky sheqeri del nga një produkt bime, si dikur kallami në Maliq? Jo, del nga një industri e caktuar që ka aspartamus. Ky vaj që i shtohet, ky vaj që blihet diku si arsen, që shtohet vajrave të dobët të udhit ose vajrave të tjerë, vajrave të pushkës, do thoshja unë. Ky mbasi shtohet jep një aromë të vajit të udhirit, është aromë esencë. Është kancer i gjallë dhe ky. Tham dhe bukën, mielli e proteina të ulta lagështime kancer. Po tham dhe grurin ose bukën kur gatitet me një lloj përbërësi që mos marrë myk, kancer i gjallë. E pastaj vim ke shumë përdorime që njeriu ballafaqohet me qumshin plur. E tha dikush, çka kemi qumshin këtu? Po pluri qumsh ai. Pluri është qumsh. Pluri që vjen nga Kina aty. E para që është në 20 vjet, 30 vjet atje, në për depozita. E dyta ma thoi në atë përbërjen e qumshit. Ma thoi edhe.
30% bulmet organik, 20% po të blesh djatë në supermarket. Nuk po them emri pra. Jo se kam frikë, po le, do ta dëgjoj nga një tjetër, do ta marrë vesh. Ose e kuptoj. Djatë, nosja ime. Djatë filanta. Po supermarket më nose. Që shko, djati me ke miku jonë atje në rreth të morit, ke ymeri bje fjala, që kemi në mik. Djati me pore, ka lezet. Po djati si një sistema. Djatë që nuk ka një pore, nuk ka një porozitet. Nuk ka porozitet, që djati do të ketë porozitet pra. Edhe djati është miell, i terë, po që është i mbushur me një seshte. Ky djati. Edhe ti ha një seshte, amidon. Po është kancer, amidoni pra. Është kancer i gjallë, amidoni. U i mbledh tash gjitha këto ti, po nuk janë pak. Po ke mishin që vjen i paketuar nga jashtë. Po ke sallamin që vjen nga pikërisht përsëri nga jashtë, edhe mënyra vetë kur thon ata të librave të jogës që kemi neve aty. Të shohë se si bëhet sallami nuk të vjen kurrë në mendje edhe pa ngrenë ti është. Nuk të vjen kurrë në mendje ta është sallam. Dua të them që veç atyre që janë të kontrolluara, janë që ekzistojnë dhe gjëra të tilla, nuk them që njeriu do të bëjë shumë kujdes. Por shumica e gjërave që ballafaqohet shqiptarë, aq më tepër që është një treg jashtë tregut evropian, ose nuk pranohet shumica e perime, bimëve, mandarina që dolen tani, misri që doli 25 ton nuk ka, po sa mi ton ka shpëtuar AKU-s misër me myk, po që është myk? Është aflatoksinë, myk e thot ai thjesht, pa shelm i gjallë, kancer i gjallë, sepse nga e them unë, nga e kuptoj, numri i lartë i kancerave. Jo thjesht në një moshë mbi 70, 65-60, po është në moshë 35 vjeç, kam njerëz të mirë, të afër në familje. 35 vjeç me kancer. Kur engri ky me stomake, me gjëra, kur u lof stomaku, kur u infektua stomaku, kur u infektua 35 vjeç. Kancer i gjallë. Pra janë pikërisht to, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Të rrallë janë ata që mund shpëtojnë ose që mund ta përdorin më pak, si punë ime. Përdor pak nga këto që tash, ose hiç fare. Mundohem të gjej atë se ekziston akoma në Shqipëri. Ta gjesh atë ku është burimi më i mirë, më i sigurt, më i kontrolluar. Që mund të jetë në supermarket, mund të jetë në shtet, mund të jetë në pazar direkte atije ku merret, duke porositur etj. Dhe do të them që gjuna që ky popull goditet, prandaj është agresiv ky popull. Sepse i jelmohet truri më ti, gazetari i dashur. I jelmohet truri pa me gjithë to karbone, me gjithë to diokside të karboni, me gjithë to okside azoti, me gjithë to okside squfri, me gjithë to metale të rënda që merr njeriu nga këto ushqime që përmenda, janë metale të rënda gjalla që gjitha këto. Çfarë është margarina? Metali i rënd i naftës që bëhet. Dhe të gjitha këto përqendrohen, e kemi thënë kaq herë edhe bash bile, përqendrohen në organe të caktuara ku njëri ka atë pozicionin e vet sistem nervor, njëri në sistem gjaku, njëri në sistemin e qarkullimit gjakut, njëri në organet ripolluese, njëri ka këto organet e tretes, mëlçia, dhe ti pastaj shef që si ka mundësi ky e dëgjon i pasumur, pa pirë asnjë ilaç, dhe ti e shikon që është me kancer. Që është kancer? Që te njeriu është 5% kancer dhe 95% organi i shëndetshëm, edhe ky 5% rritet dhe nuk të jep dhimbje, të ha nga brenda si një mole, dhe për shkak të këtyre faktorëve të jashtë, që janë këto që përmenda, që janë pak. Se 1 e 2 njeriu edhe mund ta përballonte, po nëse ato vinë 7, 8, 10, të gjitha në tuf, diku vaj berthame të palmës, diku margarin, diku qumush plurt, diku tonazhe me misër me myk aflatoksin, diku ke atë që shoqërohen me kalium bikromat që për mos kapur myk buka, diku mirë dhe pa proteina dhe me lagështi. I mbledh të gjitha këto dhe është ushqimi bazë joti, 90-99%. Është diku sheqer jo industrial, jo sheqer industrial dhe jo kallami. I mbledh të gjitha këto dhe del shumatoria e një njeriu kanceroz. Pra kjo është, nuk e di, duhet unë i bëj thirrje ose shteti në bashkëpunim me disa përsëri shoqata në këtë rast, ose organizata kriminale, brenda vendit dhe jashtë vendit, kërkojnë që të zhdukin Shqipërinë në forma, jo në forma luftë, sepse në luftë nuk e dolën dot, por në formë tjetër që janë pikërisht siguria ushqimore.
Vendi i Shqipërisë miratoi ligjin për barazinë gjinore ku çdo kush tani mund të shprehet vetë se si e ndjen veten. Çfarë mendoni për këtë ligj, sa duhet kishte kaluar? Po nga vetë mënyra që ligji u mbajt, u votua natën, ku nata vetëm për punë të pista është. Vetëm këtë mënyrë që unë do thoja që kishin frikë ta votonin ditën për shkak të 200 protestuesve, ndoshta. Po pse jo ditën? Sepse ligji nuk ka frymë. Ligji është idealzuar. Kurse si i bekuar. Se çdo ligj ka bekimin e popullit. Një ligj ku vetë organizatat ose vetë njerëzit të komunitetit LGBT janë shprehur se nuk kemi pyetur. Imagjino grupet e tjera që është një popull i tërë, që do të ishte një ligj me referendum, që do të ishte një ligj me diskutime më të gjerë, më të madh publik, si askush ligj tjetër. Dhe këta arritën në mes të natës, s'ka rëndësi ora 8-9 të darkës, s'ka rëndësi e ka pra. Po mes natës mund ta quash natën pra, i zuri nata aty. Ku natën dihet, vetëm punë pista bërë, siç e thash më lart, po edhe punë hajnish. Dhe këta dikush e njifte, dikush nuk e njifte, dikush e kishte lexuar nga deputetët një zëri 77, e ta mendojnë që me që edhe numër djalli, kujdes, 77, 66, edhe këto nuk janë numra serios, numra në kuptimin që sollën një vëmendje jashtë realitetit, jashtë doktrinës familjare shqiptare, ku Panteli Krisua ka mbrojtur një doktoraturë për familjet shqiptare në 1945 mbasi u aratis nga Shqipëria, e cila kjo doktoraturë e Pandi Krisos, kjo doktoraturë shërben si një nga disa nenet bazë të bashkimit të kushtetues europiane, pikërisht me doktoraturën për familjen shqiptare, që është familja më e vjetër, po mos të në botë paktën në Europë, me traditat më të vjetra, me zakonet, me kod nderi, kod familje, kod gruaje, kod burin, ka që gjitha. E ta më tjerë për fjalë, ka kod burrash, kanuni, ka kod gruaje, ka kodin e nderit, ka kod familje pra. Ndërkohë që ne s'kemi ligj për familjen. Mbasi kemi edhe dy ligje, që është ligji mos diskriminimit dhe ligji për barazi gjinore, i kemi këto dy ligje që 2012-2015. Dhe të ndërtosh dhe të transpozosh një ligj, bila transpozim nuk quhet, që do të thotë që ti je sill nga vendet europiane. Sepse Bashkimi Evropian, 21 vende prej tyre, nuk e kanë gëzuar, mbështetur këtë ligj. Francë, Itali, Poloni, Portugali, Spanjë, Kroaci, janë 21 vende që nuk e mbështesin dhe nuk e duan këtë ligj. Tjetra, nuk ke direktiv Bashkimit Evropian, veç dy gjinive që quhet burrë dhe grua. Nuk ka gjini neutrale. Bile në Francë, kushtetuta ka hedhur poshtë edhe se ka planuar kur gjini neutrale në Francë, disa vjetë përpara. Ndërkohë që këta nxituan që të bie një ligj në një situatë që Shqipëria është një shumë e vështirë për nga pikpamja ekonomike, pikpamja sociale, pikpamja e gjendjes së shtresave në popullsinë shqiptare, ku mendja është me ik, në vend se ndërtohen se si shqiptarët të rinë, pastaj edhe shqiptarët të vinë, po ndërtohen gjëra se si shqiptarët të ikin. Dhe në të kuptim, ligji që nuk përmendet shumë atje familja, burri, gruaja, duket siguruan barazinë gjinore, po në fakt është barazi pa merit. Sepse thotë që do kesh 30 deri në 50% të pjesëmarrjes në një komision caktuar, në një komitet caktuar, në një ndërministri caktuar, do kesh një pjesëmarrje të gjendereve, të grave, ku sigurisht në atë gjender i lihet hapësirë të ardhmes, që të bëjnë pjesë ta 1, 2, 3 nga këta komunitete, që kërkojnë të devijojnë asimimin natyror të fëmijëve në bazë të ligjeve të Zotit, në bazë të asaj që quhet kanun, që quhet Bibël, që quhet Kur'an, pra këto librat e shenjtë që familjen e kanë bazë të shtetit, së bashku me pronën bëjnë dy shtyllat bazë të një shteti, të një populli, të një kombi, të dyja këto njërën e prishin atë që quhet pronë, dhe tjetër kërkojnë të prishin dhe atë që quhet shtyllë, që është familje, që është një shtet i vogël brenda shtetit madh. Dhe në të kuptim, këta kanë futur terma që shumë njerëz edhe si lexojnë dhe si kuptojnë, ose edhe bëjnë sikur si kuptojnë. Për shembull, termi individualitet i shumëfisht, termi
familje mbështetur edhe mbi familje fluide ose mbi personalitete fluide. Gjë të thot një personalitet fluid, që ti dhihesh mbi fjala mashkull dhe ngrysesh femër ose e kundërta. Burr apo ngrysesh grua. Personaliteti shumëfisht, që ti je ose individualitet i shumëfisht. Do thotë që ti ta hapet rruga për të qenë as burr as grua, por një neutral, po u bën 3, mund të jesh trans, mund u bën 4, mund të jesh grua për grua që lindi objekti martesave apo burr me burr, që u bën 6. Deri tani 6 mund të krijohen edhe 6 variante apo 6-10 variante të tjera. Dhe këtë bësh tash me një lloj arsimimi të detyruar që njeriu këta kanë gjetur një sociolog botror, që normal lindoj një psikopat i tillë dhe thotë që gjinia nuk është ajo që është dhuruar nga Zoti, që është dhuruar nga natyra, po gjinia ashtu si ndjehesh ti mund të transformohesh. Dhe kjo është koncepti i kombit, që kombi, Adam Smith thotë që kombi është ai popull që ka njëjtin gjuhë, ka njëjtën kafshë, njëjtin gjagë, njëjtën histori, njëjtën ndhime, njëjtën dashuri, njëjtën veshje, ky quhet komb. Lindje tjetër, një mortje, edhe thotë komb është ai njeriu që nuk ka rëndësi se këta përkatësie në gjuhë ke, po ashtu si ndjehesh ti. Dhe këta kanë futur në dhjetor të 2024, ta kanë futur vendimin VKM të qeverisë që ti shprehesh në fshatat e jugut si ndjehesh. Ndjehesh, por nuk lejohet si ndjehesh amerikan, francez, anglez, e ti të marrësh pasaportë angleze, amerikane. Po vetëm duhet thuaj që ndjehem grek, apo ndjehem serb, apo ndjehem bullgar, apo turk, në këto lejohet. Ti të thuash edhe fshati me 21% merr një shkollë, një kopsh, një rrugë, një qerdhe. Dhe me 51% fshati, në 100 veta 51% kalojnë në këtë lloj dëshire që ti shpreh, ti kalon në një asociacion pro-grek, apo serb, apo turk, apo bullgar, apo maqedons. Rëshqet, fluid, e njëjta gjë pra. Që ty të çelet një lloj ligji, kur në vija të trasha edhe mund mos ta kuptosh, në vija të trasha, por i qel rrugë që këta që janë komunitet, që janë me bazë dëshire, jo ai që mund të ketë lindur, ata janë shumë të pakët edhe ata bile duhet të mbrosh, duhet të mbështetesh, nuk i akuzon njëri. Po një gjë është, çka kanë ata ti që merren me fëmijët tanë? Se ne nuk kemi gjë me ata ti. Se ç'a bën ai LGBT-s, transformohet, shndërrohet, ka jetën e vet, atë homoseksuale bie fjalë, nuk e di jam termat e dur, sepse sot ligjet të bëjnë që ti të provosh pafajësinë e ndonjë fjale natyrore që ty të shpëton nga edukacioni 10.000-20.000 vjeçar, nga edukacioni jot familjar konservator. Ty të shpëton ndonjë fjalë, ai ka drejtë që të dënoj ty apo të pandej ty dhe ti do vërtetosh në gjyq pafajësinë tënde. Pra imagjino se në çfarë lloj drejtimi ulluku do futesh për shpëtuar veten nga një mendim konservator apo nga një shprehje konservatore që ty të del nga shpirti, nga gjani ose nga edukacioni jot natyror. Këta nuk duan kështu. Këta duan edukacion ideologjik, që do të thotë që shteti merr fëmijën në dorë, që do të thotë që fëmia për një pullem të prindit ose për një ofendim të prindit mund të thojë që prindi më ofendoi etj etj. Dhe ty ta merr shteti në dorë fëmijën dhe ta bën atje te rruga e satanait, te ata gjakpysti që sepse janë me miliona fëmijë të humbur. Janë këto familje që janë fluide, do të thotë që mashkull me mashkull, që nuk do bëjnë fëmijë. Femër me femër që s'kan fëmijë. Që do të thotë që fëmijë më pak, që do të thotë familje më pak, se vetë familja. Çfarë do të thënë? Fëmijë e vetmja gjuhë që është gjuha shqipe, që jep shpjegim etimologjik, koncept, kuptim ekzistencës familjes. Fëmijë. Ai që nuk ka le fëmijë, ai nuk quhet familje. Burrë grua, dy bashkëshort që janë që ndahen, që rrinë etj, por aman kur bëhen fëmijët lidhet familja. Fëmijë, lind, Pra, shikoj gjuha shqipe sa bukur ka formuar dhe termin dhe konceptin 10.000, 20.000 vjet përpara për konceptin familje, fëmia, familja. Kështu që në kuptim këta është një ligj, për mua është ligj monstruos dhe unë do përfitoja nga rasti të thoshja që gjitha shoqatat që e tregoi edhe vet ajo zonja Luana apo zoti Ersin apo çfarë duash e quhen, që tregoi makinacionet
që për atër të një basje bombardojnë një fëmijë 14 vjeç, 15 vjeç, minoren dhe 18 vjeç, basje bombardojnë me një ideologji se si që këputet nga naturaliteti, pasaj e bombardojnë me gjoja, me projekte që i marrin vetë, që ajo e kështë kuptuar, ose Luana e kështë kuptuar shumë mirë, se cilët ishin këta që e këshin këtyrë në atë në transgender, dhe që loje lueshin, sa para lueshin. Ndërkohë që në qoftë se ka një operacion, 3 milion euro, si s'doli dhe shi, 3 milion euro, po ti 3 milion euro mund të kurosh 3.000 të sëmurë kanceros. Me 3 milion euro, 3.000 të sëmurë për një person që kërkon të përshtatësi ideologjinë e vetë, kundrejt një seksit caktuar, ti mund qërosh me ato lekë që u dhengan taksa paguqësh amerikana për europiandi, u dhengan kaq kollajti, ndërkohë që ti ke probleme kanceroze të panumërta me shëndetet onkologjike të qytetarëve. Dhe ty shpesher ballafaqohen me ilaçe të skaduara, këta me sëmundje tumorale. Ballafaqohen me mungesë. Ballafaqohen me mangësira të tejskajshme për distribuerëve vetës për një jetësjatje apo për një lehtësim të dhimbjes. Ndërkohë që ky pse ka një mendje, ka një ideologji, ka një kulturë arsimore apo ideologjike të imponuar, për shkak se disa shoqata duan të projektojnë njerëz se të fitojnë projekte, edhe unë them me plot gojë i nderuar gazetarë, të mbyllen sa më parë, ashtu si shoqatat mjedisore frolluan probleme mjedisi, prandaj edhe e kam mbyllur shoqatën time, nuk e them rastisht, e kam mbyllur 15 vjet përpara. Ashtu të mbyllen dhe shoqatat që i shërbenin pikërisht kauzave të komuniteteve të tilla, apo zbatimit të ligjeve të fshehura, mafioze këto ligje, hajne këto ligje, jo familjare këto ligje, kundar natyrës këto ligje, kundar Zotit ky ligj i pambrëmshëm. Kështu që në kuptimin e shoqatat jam i bindur sot që si ato mjedisore këto të mbyllen dhe po të duan le të krijojnë institute, dhe instituti të bazohet mi studime, mi vepra shkencore, se këto të citojnë një sociolog apo një politolog amerikan apo tuaj, edhe duke sikur ai është e vërteta, edhe gjithë narrativa rrjedhja e tyre merr jetë sepse ka thënë ky që ti mund ndjesh e ti mund bëhesh. Kush ta kështu më dhe? Kush je ti më vllai që merr përsipër jetën e fëmijëve, qofshin minore, po qofshin edhe njëri i caktuar. Kush je ti mori? A e di ti gazetare, ta mbaroi ti që mos i lot qytetarët. Unë kam bërë një bisedë 2 orëshe me nxënësit e klasave 7, 8, 9 në një shkollë të caktuar në Ndeqare. Dhe mbas me ka vatur një LGBT-s. Dhe ç'a ndodhi? Drejtoria e arsimit Tiranë mua më censuroi, ku fëmijëve u ngazëllenin syt nga shliqimi nga dituria që dhanë dhe morën, edhe ata më dhanë mua dituri, apo pyetje me vend, ase një dashuri të pakufishme për kafshët, për natyrën, për mjedisin, dhe unë u censurova aty. Nuk u censurua ai LGBT-s. Imagjino kjo një ditë përpara. Imagjino tani me këtë ligj. Ata janë fuqi plot. Ata kanë pikat kyçe të drejtimeve, të qeverive, të partive, të politikave në gjithë globin. Dhe ata nuk mbajnë, sepse janë pervers. Duke qenë pervers kanë fuqi të djallit të mbinatyrshme për të bërë kësi gjërash të urta të këqija. Kështu që mendoj që është një them përfunditer, të mbyllen shoqatat si mjedisore, si këto sociale, të mbyllen projektet për gjëra të tilla që denaturojnë njeriu, pra. E denaturojnë njeriu. Dhe nuk ka qenë direktivë e detyruar nga Bashkimi Evropian, sepse po që për direktivë të BE-s është burr dhe gruat. Nuk është porosi që aq më tepër ne jemi vend evropian më burr. Ne jemi vend, kur sa kanë bërë vendet që bëjnë brenda BE-s, ç'po kemi ne duam vite, ndoshta s'do futemi kur në Europë, sepse Europa e di shumë mirë që do të pagojë shumë borxhe për Shqipërinë para se ta fusin në Europë. Kështu që kjo është e gjitha. Kush mendoni ju se është pallosh i gjatë dhe çfarë do thotë në shqip pallosh i gjatë? Ora, së pari njerë që ky lloj fjalori, që ne mendojmë që u ligjemi pavarësisht një krah i caktuar, diku PS, diku PD, e majt apo e djathti. Por ne edhe e dinim ti, por në këtë parfeje di, që njerëz të sferës që kanë në dorë fatet e vendit, ministër, kryeministra apo kryeministër, dhe të flasin me terma
shumë më dobët se fjalori arrogant. Arrogant do të thotë shqip, ashtë i rrugës. Fjalor rrugaqërie, pra. Ai palla, ai palloshi, ajo ka u rëveja, që duket me imagjinoj që gjua shqipe nuk pranon edhe si terma këto ti. Po në fundi kurba kurvësh, një gjë beja është veja, kurvë që e drejt me fjalë. Edhe ai palloshi, ajo palla. Palla, që është mbrojtja, palla. Po gjua shqipe e bën nga pall, që është një diçka mbrojtëse, e kthen në pallosh, që është i pa mbrojtur, e kthen në metatez, e kthen në një, si punë log, fjalë mençur. Logje është logje kavaje, logje fjalë të pamenduara. E njëra gjë, pall është fjalë mbrojtëse, ose është mjet mbrojtës. Pallosh është një njeri pa mbrojtur që diku e kap, diku do shptoj, do ta kapi ligj. Prandaj edhe i ka thënë që unë mund të vesh pantallona dhe do të marr me vete. Dhe unë mendoj që shara në gozhdë diku dhe dikur do ngel. Nuk mundet kur që një kryeministër nuk po merret me termat e zonjës në fjalë, po merret me vetveten, me kryeministrin, i cili ka futur si Enveri gjithë kolegët, nga 61 bashkiak, 32-3, edhe 3-4 janë gati, i thonë 40 bashkiak në burg, nuk është pak. Nga kaq bashkëpunëtor në rang ministras, zënës ministras, edhe drejtoras, të futesh më shumë se gjysmë e tyre të jenë në burg, nuk është pak. Edhe ti të ngelesh i pafajshëm, ti të ngelesh që ata e dinë dhe majnë përgjegjësi për fatin e tyre, ndërkohë që është pa mundur për dy gjëra. Ose ti je pjesëtar dhe pa firma, pa dokumenta, i ke marrë pjesën tënde në këto vjelle galopante, po janë vjelle të tmeshme, 50 miliona euro. Pa 50 miliona është ajo që bëri bujnë, po janë dhe 50 miliona të tjera brenda projektit që su nërtuan ka gjëra, se projekti doli me 2 urat. Pyetja ime tani, ku janë 2 urat? Si punë e di që ç'a ndërtoni thonë? Ja ndërtojmë dhe marrim me një shifër thaj evangelet për ne thaj. Po ju thaj, po ne thaj, ja shikoni ato 2 ura thaj. Se din gjithë tash janë, po shikoni thaj, ja 2 ura. Nuk po i shoh thaj, unë i mora gjitha thaj. Eksakt. Që 2 ura që ishin në projekt në tunelin e Llogaras nuk ekzistojnë. Dhe askush nuk flet për të gjëra. Ndërkohë që shqiptari merret me le të themi Ariu Engri nisin atje në Veriti, s'po e themi se Artur Primati, se i dua shumë ata ti. Edhe 4 veta pranë Ariun dhe e morën me kështu ç'a quhet, me shkopin, e ngullën shkopin. Edhe morën pse ante ca misër që këta e kishin lënë pangrand. Masi i prem pyllin këta ti, i prem pyllin ku detonte Ariu, masi nuk e lanë të ante Ariu pjesën e vet, se Ariu do ajë pjesën e vet. Normal që Ariu do vinë të anë, po këta nuk thonë Gjugoslavi për kryeministër, për zënës kryeministër, për ministër, për kryetar bashkie, që u vjetë gjithë ditën i rje. Nuk thonë Gjugoslavi. Edhe fjala korrupsioni, dhe nga fjala ropi, corruption, anglisht. Ropi, gjallë. Kjo është korrupsioni pra. E ropi ti. Edhe këta, në qoftë që ata jashtë të rjepin me një shifër, 8%, 9%, asnjëherë mbi 10%, ata jashtë nuk e njohin ata milionerë di. Si vjedhet këtu ti miliona euro di. Këtu vjedhet me 99%, është e kundërta e tuajve. Këtu vjedhet me 2 shifra, 10, 11, 20, 50 e me radhë. Dhe prandaj quhet e rjep për si gjalli, corruption, korrupsion. Më shqip nuk jenë dot ta shpjegosh të fjalë. Dhe ky fjalor që ka përdorur zënës kryeministri aktuale, fjalor shumë i rëndë vëllai, me një imagjino që jo me nivelin e saj, po me një nivel shumë herë më poshtë se ajo. Do të kaloj disa shkallë që ministrat veke drejtori. Tjetër, si ka mundësi, si ka punuar kjo me këtë kryeministër kur kishte këto epitete, këto përcaktime, këto definicione, këto përcaktime në karakterin social të kryeministrit. Si punonte kjo me këtë? Si merresh vesh kjo me këtë? Kur kishte këto mendime për teti. Edhe këtu është çështje tjetër. Pastaj, ky zoti kryeministër që masi ka futur në burg më shumë se gjysmën e kryetarëve të bashkisë, më shumë se gjysmën e bashkëpunëtorëve të qeverisë. Ky asnjë nuk ka faj kë. E para që mund të qenë pjesë, nuk ka qenë pjesë. E dyta, po kjo me vështirë, ja pas kanë hedhur gjithë pra. Nuk ka fare përgjegjësi ky. Po ty bie një urë
që ikën edhe ministri i transportit, bie një urë jashtë shtetit, ikën dhe kryeministri për atë urë, që s'ka lidhje kryeministri me urën. Po edhe ministri ndoshta s'ka lidhje me urën, po ikën për efekt, për kod moral. Atëherë, në gjithë këto ngjarjet, 12 vjet, 2013 sot, ky kryeministër për kod moral, asnjë s'ka gabuar ky? Ka qenë shumë i zoti ky, nuk është treguar asnjëri mjefti. Kur s'ja pas ka ndellur ti? Ky s'ka marrë as i kokën leku ky ti. As i kokën leku s'ka marrë. Ky është si Enveri që deli kulluar dhe po ujë trubullohet rrugës, këtë do na thonë shqiptarët. Pastaj kur vjen ke çështja e madhe që është votimi, po mirë ti populli, do të populli. Fajin e ka Saliu, e morën vesh ti. Pa fund Saliu fajin. Po edhe Rama nuk ka faj, dakord edhe kjo. Po mirë ti popull, dhe pyetë ty. Ti në Berat, ti në Tepelen, ti në Klos, ti në Vlorë, edhe ti ku bë tjetër, në Trik. Ty popull ti. Or nuk ta ndjen fare ty? Gjithë ky fjalor vagabondash midis njëri tjetrit, gjithë ky 50 milion shti. Po të pak të mbaj qëndrim, vetëm po, je shumë i mirë ti djali i PS-s, je i shkëlqyer djali i PS-s, s'ka ku të vej më, po nuk do votoj ty për shkak të partisë tënde, për shkak të kryeministit tënd që janë bërë fakma të mëdha. Për të gjë nuk do të votojmë. O, po një herë vetëm, mos ta votosh një herë, voto ndryshe në mënyrë që ai të marrë përgjegjësinë edhe në dytë. Një herë, tu humbi një herë. Po fitoj ti në të gjitha instancat ti, bashki, drejtori, qeveri, fiton vetëm Krau Majt, po Krau Majt fundit çan, prandaj konservatorët, këtë gjë që është në Shqipëri. Po prandaj është besuar e djata konservatorë, këta që mbajnë familjen, mbajnë qeverinë këta, të djatët. Nësa të majti dorë koti e majta, dorë koti, dorë që duhet. Por nuk është domosdoshmëri është e djata. E majta, dakor, ndihmës. Të duhet të ta marrësh, një herë, dy herë. Po mundet ti të kesh pushtet të përjetshëm, zoti gazetar, kur lumi, ligji natyror më, lumi bën një meandër djatas, nuk bën dy meandra lumi në të njëjtin drejtim, gazetari i nderuar. Bën një meandër djatas, një meandër majtas. Një meandër djatas prap një meandër majtas. Pra ky është ligji natyror. Një herë këtej, një herë këtej. Ore zëm se e meritonte, nuk janë bërë këto vjedhje, nuk janë bërë këto fjalore, ore meriton. Po vetëm për shkak të ndryshimit më bëj. Po ta them ligjin e lumit pra, një herë djatas, një herë majtas. Një herë uji pra, uji që mush 365 ditë. Mbasi e bekon ti bën një cikël tjetër një vjetor, që e në tretë e jet në lumë ti ujin e bekuar në 6 janar që e jet vitin e dytë, ciklin e dytë, rridhe një vit ajo se që i bekuar, po nuk e mban më ti me që është ujë i bekuar, e jet në një urë caktuar. E njëjta gjë, një herë deri në 2 herë, prandaj është presidenti i Amerikës me ligje natyre. Po edhe uji ku më buri dhe kur arrin dhe e mban shelegu në krah, që e çon ke familja, zgjidhet prap komandant. Po e sigurt që kur vetë 8-9 vjeç ujku, nuk e merr dot më delën krati. Edhe e le rrugë të zgjidhet komandant tjetër. Pra, një herë deri në 2 herë ujku zgjidhet komandant i familjes, i tufës. Po nuk zgjidhet më për së tretë herë. Pra ligje perfekte natyrore. Atëherë ju qytetarë që votuat tani, për shkak këtyre gjërave që kanë ndodhur, nuk ta vëren. Po mirë ky ndryshim që është ligj natyror, që nuk është dhe ligj biologjik, po që edhe biologjik, nuk është dhe ligj social. Kaq e thjeshtë është. Ai sa i thanë edhe gjyshi tim, ku do votohesh për herë 2 deputet në 124 me panolin. I thanë ndryshimi Bujku, beu i madh, është më i madh se beu. Po unë mbaj me bugi dhaj. Më mbandi thaj, po ndryshimi thaj, fshatari. Imagjino sa i mençur 1924. Ndryshimi është më i madh se beu i madh. Të njëjtë gjë që bër Ekrem Bejvlorës. Bujku në Levan të Fije, në Ad, që kishte be, edhe tha ndryshimi tha be. Pra ishte mod ndryshimi, e kishin shumë fshatarë që ndoshta duke jo të mençur, por ose jo të dukshëm e kështu, po ishin mençur. Nësa soti Kapeli aty, Shkopi, Bastuni, edhe ti voton Bastunin. Po vetëm për të gjemën duhet ta ndryshosh. Pra unë s'kam gjë, unë s'jam kur as me të djatën, s'jam kur, se unë jam një djatë në origjinë, s'kam si të jem kur i majt, por jo se e respektoj të majtën, e pëlqej të majtën, e dua të majtën, e dua për atë të adeut. Po si të majtë nuk i dua kur. Po për atë të adeut, patjetër që i dua, kam miq, kam shok, do vetë të bëj një klub djem të Barati, do vetë ndihmoj kryetarin që fitoj. Po ama unë isha për ndryshimin, pavarësisht që kisha lëndra të kryetarit. Kam marrë besë. Po për ndryshimin, sepse ai djali i shkëlqyer
Po edhe tjetri djali shkëlqyer, familje shkëlqyer ai, familje shkëlqyer ai tjetri, qytetar ky, qytetar ai, me shkollë ky, me shkollë ai, po ishte ndryshim, ky ishte i pavarur, ose do bënte si pavarësi e shoqërive, e Beratës, nëse ai është i varur, do ai djali shkëlqyer, do ai, por nuk do ai lart. Siç nuk ka dashur, Beratin e bëri UNESCO. Edhe bëri ky djali tjetër që ishte në kandidat nga shoqëria e pavarur. E bëri ky tjetri Beratin UNESCO që fitoi neve sot. Se shtëpia ime aty ishte para 10 vjet para UNESCO-s, por nuk ishte njëri ato. Shtëpisë time dhe shtëpitë të tjerëve të Beratës. Po kur bë UNESCO, edhe jo se e bën këta, e bën ta djem. Gjoxh Xhallami, Pablo Scarpa me shok, këta e bën Beratin. Edhe disa emra të tjerë dhe unë ai sa në ato vite, po më shumë këta. Edhe Berati është që merr frymë në kuadrin e patentës së UNESCO-s. Këta mburën, marrin taksat e këtyre 1200 sa jemi ne butina e tjera. Po, prap, i quaj normal, i quaj shumë mirë, edhe kanë ecur, edhe kanë bërë. Kështu që në kuptim është që është një fjalor tip të vë kapagun, një fjalor prej arrogantësh, një fjalor që nuk e kanë mendjen për qeverisur Shqipërinë, por bën një punë për të vjedhur dhe edhe për të përvesuar dhe jo për ta bërë për vendin. Profesor, një ngjarje e rëndë ndodhi në Berat ku një 42 vjeçar Geli Hoxha u vra nga një person për shkak të një kali, le të themi, për një lloj që në media thuhet për pagesën, por ka reaguar edhe bashortja e të ndirë duke theksuar që nuk ka qenë për shkak pagesës, por ka qenë për shkak të një irritimi që pat i zoti i kalit për shkak se vajza e vet donte të bënte një foto. Çfarë ka ndodhur realisht, profesor? Kjo është turpi më i madh që ka ndodhur Beratit, sepse unë isha përgatitur që do thoshja me lejen e komisariatit policisë apo të shefit krimeve që për 5 vjet 5 milion turista nuk kishte bërë kur e mundur nga qytetarët Beratas që dikush turist ta ankohesh për një sjellje jo qytetare, për një gest jo qytetar, për një vepër ofenduese, apo jo më kriminale jo se jo. Dhe ky vuri kapak. Pra vetëm një veprim i tillë, unë nuk e quaj as të shmendur, po një monster që kishte bërë 3 vrasje, një në Shqipëri, një në Greqi dhe një më pas, 3 vrasje, dhe e vetmja përgjegjësi e madhe që unë e kam thënë në një vend tjetër, në emisionin tim Rajin Tona, është e qytetarëve që e dini se çfarë monster është, që e dini që zihesh me gjithë, që e dini që ishte ajo veshje, ajo pamje makabre për monstre që ai ishte në shërbim të turistëve, që ai të gjë mund të kishte bërë dhe me turistët, dhe arrin për një fjalë, për një gest, për një vepër çantë që e ka shumë e vogël, edhe sikur të ketë bërë një gabim pa dashje njeriu qytetar i madh anglez Tropojan, imagjino nga Tropoja ti me çka kënaqësi ka ardhur ai në Berat. Edhe mua aty të them të drejtën, 10 ditë nuk më ka zënë gjumi në shtëpinë time, si Berat, si në Tiranë, për këtë djalë që as e njihja, po vetëm që ishte i gjatë, e mendova që është Tropojan patjetër, se pash dhe në foto dhe me vërtet ishte Tropojan. Një djalë i shkëlqyer, një baba i shkëlqyer, dhe ti ndodhi se goca donte, gjoja u tremkale, absolutisht jo, nga këto ti. Le të themi një mikro debat që çdo njeri mund ta bëj për ditë në një moment caktuar. Le të themi, po nuk bëra foto të kali, po jo po kali su trem nga mua, gjë e tillë, edhe ai aq monster ishte ti, sa merr thikën dhe e gjuan në një vend të fshet, delikat, duke qenë dhe trup vogël, ky djalli, si ishte djall. Prandaj ishte 1,60 i gjatë, djajt janë të shkutër, të dëbët, të shëmtuar. Djall. Me imagjino këtë, mbret, Tropojan, king, djalli. Dhe ky e gjuan në një vend likti, sepse kishte mësuar djalli që aty gjaku nuk shteret kurrë. Edhe e vrau në një damar që e dinte mortja, edhe pabesi, se thika është pabes, ndërkohë që është jashtë kanuneve të Tropojës, të kanuneve të Shqipërisë, që merret shpata, pistoleta, edhe ka valle që dilet në dyel. Bile lutet njëri tjetrit dilti në dyel i pari. Lutet sot pas kanunit pra. Nëse ky i vajti mori tikën dhe pas shpine dhe thiri dhe ja nguli me njerë. Pa bërë debate, Kjo është një turp i madh që i ka ngelur Beratin në radhë parë, shoqërisë shqiptare që
pikërisht për të ngjarjeve të tilla politikës, të një fjalori zhargon, që diku e thamë në një emision bashkë, që është fjalori midis zëvendës kryeministit dhe kryeministit, fjalor zhargon aktë të sjellje, po e themi kështu gjuhë latine, arrogant. Po arrogant, kujdes, ka fjalë në rrugë brenda, rrugaç, arrogant. Është i rrugës. E thash pra. Dhe kjo jep një atmosferë. Sjellja e politikës, e politikanëve, e qeverive, e qeverisjes, jep një sfond, background, gjuhë moderne, sfond. Jep ato që quhen fera të shoqërisë. Gjithë politika shqiptare fair. Jo fair purgator, fair i Dantes. Fera gjëmbaç, të shpon sjelljen tënde personale, të shpon jetën familje, të shpon xhepin, të shpon ekonominë. Gjithë sjellja politike e politikanëve që prandaj dhe hoqja dorë, sigurisht që keq më erdhi që siqofse heqim dorë gjithë ne profesorët, do ngelen pikërisht fera atje. Ikën ky trëndafil, do ngeli fera. Edhe ferat kanë ngelur. Tu është drejt. Po këto fera përgatisin një situatë me gjëmbaç. Edhe nga këta gjëmba, që pothuajse shoqëria shqiptare agresiv, shumë pak e nisin fjalën me të lumshin duart, me fjalë të bekuara, me faleminderite, me të qeshur, me të qeshin syte, me fjalë që bëhet. Po unë kam me mira bashkëpunëtor që fillojnë fjalën nuk bëhet profesor. Nuk është kjo kështu. Me mira. Edhe unë në kundërbijet e mos e fillo kur nga nuk mos. Pra, një shoqëri me gjëmba, e del një gjëmbaç më i madh, që është ky mostra. Unë do kërkoja ndihmë që një adresë të krye familjarëve, familjes së të ndjerit, do kërkoja një adresë dhe dua pavarësisht 10 ditë, 20 ditë, dua t'i vete t'i shpreh një puthadore, një fjalë falje, skuza, që quhen këto, në emër qytetarëve të Beratit, në emër qytetarëve të Shqipërisë, kush jam unë do thuash, një qytetar i thjeshtë. Se bëj që unë përfaqësoj ata, qytetarët e Beratit. Po kam dëshirë se s'kam fjetur gjumë 10 ditë për të djalë pa e njohur. Dhe sigurisht më vjen keq për qytetin tim që të marrë këtë dogm, këtë vull, këtë një lloj embleme negative. Edhe kush e di sa vite do duhet që të largohet. Tu s'është larguar humbja e Gjergj Kastriotit në Berat, nuk është larguar. Nuk është larguar humbja e qeverisë komuniste në Berat në 22-3 tetor, kur u bë atëherë. Po ka ndodhur gjëra shumë të ndryshme në Berat. Me të vërtetë qytet i bukur me njerëz të paqëm, po qëllon njëti që i fshin gjitha. Kjo më vjen ajo grinda dhe zëmrata dhe një farë dhimbje për qytetin tim. Si ka mundësi që një veprim të fshi kaq të mira. Por unë besoj se Berati do ngrihet prapë qytetaria e Beratit mbi këtë vepër vrastare, por vetëm i lutem Beratit të jenë, atë që kam thënë në emision, spiona pozitiv. Por nuk është keq të thuash që ai e hedh plerën rrugës, ai sillet shumë keq, ai ofendon turistat, ai ka një ego të shfrenuar, po ai është edhe psikopat është gjë e bukur gjë, se psikopati s'bën keq, po skizofren për shembull, edhe mund ta thuaj edhe duan treguar ata. Duan gjetur vendi në atë që ata meritojnë. Si mund të jetë ai bashkë me mua në tavolinë mo e ke ata, prapa kurrizit e ke, në restorant. E ke në rrugë, apo se janë në rrugë të ngushta, Berati, Mangalemi, Kalaja, janë rrugë të ngushta, e ke në rrugë më ata, e ke në rrugë. Dhe bashkia Beratit mban në përgjegjësi që nuk ka mundur që të vërë atje me kal persona institucionale më bujë. Persona le të jenë privat, po persona që e komandon dhe e qeverisë bashkia mor. Sa bukur bashkia e do Kalane, pastrone, bën kështu ndryne. Sa bukur për një dritare, jo çajin dritare, për një vrim kështu gozhde. Do marrësh lejen bashkiti, edhe lejen e muzeut. Mirë gat. Po për sjelljen që shkatron një jetë qytetit të tërë, po për një taks aty të hysh në Kalane Beratit, të hysh pa taks, hyn çdo njeri. Po ky që i shërben tuajve të jetë një njeri zhele, një monster të jetë ky njeri, po kjo është shumë e rëndë. Që bashkia mos kontrollojë dot territorin, administrimin e saj, njerëzit e saj, shumë e rëndë. Që do të ketë njerëz me papion më të vesh, po ikmo në Varshavë, në Krakov, ik në Vjenë, që do gjesh ta që shërbejnë për këto shërbime private, individuale,
Po janë fantastike, po janë si të mesjetës, me veshje nga më të mirat. Edhe ky Berati, ky Mortja, ky Mostra, le të vishesh me rroba karakteristike të Beratit, dhe që janë, po vdesin rrobat e muzakave. Po vdesin. Muzaka e Berat, muzaka, Topia, Berat, Skrapari, muzak. Po vdesin këto rroba, ma pse mos ta mbajnë këta që janë në pozicione të tilla aty, edhe kjo e bën që ai edhe mos ta përdori etikën, sepse vetë veshja i jep një pamje dhe një sjellje tjetër. Unë kërkoj shumë të falë, nuk e di se kompenson ku, fjala ime falje familjes së të ndjerit Tropojan, por do doja shumë që ti vete të ndodhen pranë, nuk e di se si mund ndihmoj në atë familje.